feel your eyes, they all over me, don't be shy, take control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Saranda, si një destinacion turistik po njihet gjithnjë e më shumë nga turistët e huaj, të cilët vinë në Shqipëri për të shijuar atraksione turistike që ofrohen në bregun e jugut. Nëse përqendrojmë vëmendjen tonë në qytetin e Sarandës, njihemi me turistë shumë të huaj. Ajo që na bën përshtypje janë ata që kanë ardhur nga vendet skandinave si dhe Polonia. Lidhur me këtë, Saranda është bërë një destinacion për këta turistë. Pjesë e rëndësishme e turizmit janë padyshim agjencitë që operojnë në vendin tonë, të cilat janë të lidhura me agjencitë e vendeve që sjellin çdo sezon veror turistë huaj. Për të shkëputur emocionin e një prej agjencive në qytetin e Sarandës, ne biseduam me Arben Çipën, i cili përveç agjencisë së tij, na foli dhe për hotelerin dhe shërbimet në këtë qytet. Unë jam Arben Çipa, jam qytetar sarandiot, jam administrator i kompanisë Sipa Tours. Operoj në qytetin e Sarandës për rreth 18 vite. Le themi jam një nga pionerët e parë të cilët kanë filluar të punojnë për turizmin e Sarandës dhe aktualisht sot jemi një destinacion turistik. Ku ka më mirë që të shkëpusim një prej zërave të agjencive turistike janë ata që mund të na informojnë më tepër përsa i përket dhe turistëve të huaj. Kanë një rëndësi të jashtëzakonshme turistët e huaj për të përçuar më shumë mesazhin për këtë destinacion. Turistët e huaj aktualisht janë oksigjeni i qytetit tonë, është ajo që ka mban qytetin gjallë dhe padyshim ajo që ka bën një qytet ketë jetë jo vetëm për sezonin e verës, por edhe për 12 muajt e vitit. Qyteti i Sarandës do thoshja se është një destinacion turistik dhe për të qartësuar se çfarë do thotë destinacion turistik, është një qytet i cili pret dhe përcjell turistë huaj e kam fjalën, që prej fillimit muajit maj deri në fund të muajit shtator. Kjo në mënyrë të organizuar në atë që quhet në gjuhën e turizmit back to back. Pra, një numër të konsiderueshëm turistash i sjell dhe po ky numër largohet duke sjell edhe një numër tjetër të kësaj madhësie për çdo javë. Kjo funksionon në një itinerar javor. Çdo javë vin turistë. Do thoshja në bazë të statistikave në qytetin e Sarandës janë rreth 43 hotele, të cilat operojnë me të huaj, të cilët kanë filluar operimin për minimumi 80 ditë të garantuara dhe maksimumi 126 ditë të garantuara. Që do thotë nëse një hotel ka një kapacitet dhomash 30 apo 50 dhoma, këto dhoma janë të prenotuara, të garantuara nga kompanitë e huaja dhe gjatë kësaj periudhe për këtë numër dhomash janë pothuajse në full kapacitet të mbushura nga turistë e huaj. Dhe kjo është diçka që vetëm me vetëm duke bërë një përllogaritje të numrit turistëve, atëherë dalim në një konkluzion që numri i turistëve çdo vit ka një ndryshim, madje 5 vitet e fundit është një ndryshim rrënjësor. Le të flasim pak për mekanizmin që ta kuptojmë akoma më mirë për ata që nuk e dinë se si mund të funksionojë një agjenci duke sjellë dhe turistët të huaj, por ju punoni besoj edhe me turistë shqiptar. Padyshim, ne jemi operator dhe aktiviteti jonë është pa kufi, pa dallim, por padyshim ka dhe prioritete. Shero pak që në pjesën që turisti vjen këtu, për pjesën e komandimit që ju sapo thatë, dhe për gjërat që ju i ofroni, shërbimet që ju i ofroni gjatë ditës apo gjatë ditëve të qëndrimit të tyre. Nuk është se po e presim turistin këtu. Ne gjatë periudhës së dimrit, gjatë periudhës ku organizohen evenimente të njohura ndërkombëtarisht si panajre turistike, takime B2B të cilat quhen gjuhën e turizmit, lidhim kontaktet tona me operatorët e huaj, paraqesim produktin ton dhe nga momenti që ky produkt ose ky destinacion duket interesant, atëherë i ftojmë operatorët e huaj të cilë vizitojnë territoret tona, zonat tona turistike dhe pas kësaj ne ulemi dhe përgatisim le të themi infrastrukturën se si duhet të funksionojë. Ajo që ka quhet hotel, ajo që ka quhet shërbim, transport, produkt, argëtim dhe çdo gjë që bën pjesë brenda turizmit. Pra, për të bërë një rezume të situatës, lidhja ose marrëdhënia që ka një operator me hotelerin, me transportin dhe me shërbime ndryshme duhet jetë sistemi network i cili duhet të funksionojë në mënyrë maksimale. Të gjithë punojmë për një kompani dhe një kompani punon edhe për hotelin dhe për transportin dhe për çdo subjekt i cili është pjesë e industrisë së turizmit. Për të bërë i qartë, nga momenti që ne kemi arritur dhe kemi bërë një plan për numrin e turistave pak a shumë
që do të kalojnë nga qyteti Sarandës, le të marrim një shembull, ose nga Durrësi. Atëherë, turisti i cili do të kalojë një periudhë kohore për pushimet e vet rreth një javë, duhet padyshim përveç hotelit, duhet t'i sigurojmë edhe produkt lokal ku turisti në mënyrë të pavarur do duhet jetë informuar dhe të vendosi për ta prekur këtë produkt, pra për ta bler, mund ta quaj. Dhe afrojmë disa shërbime, disa lëvizje, disa aktivitete. Një mund të jetë Jeep Safari. Çfarë është Jeep Safari? Është një produkt i cili me disa automjete të veçanta, të cilat janë edhe për terrenin asfalt, edhe për terrenin rrugë të pasfaltuara, edhe për terren malor, i ofrojmë një shërbim ku përfshihet në këtë një kombinim i relievit të zonës ku turisti ndodhet, përfshihet prekja le themi e një fshati, ku mund të jetë një fshat malor, një fshat i thellë, le themi krahasuar, le themi Bregdetit. Aty ka mundësi të njohë edhe një qytetar ose më saktë të shohë edhe një fshatar se si koncepton, si jeton, si zhveshur, si buzëqesh, si komunikon me njëtë huaj. Aty japim mundësinë të preki edhe gastronominë e atij fshati, pra ka shumë produkte të cilat edhe ne si vendas tashmë duhet të shkojmë pikërisht në këto zona për t'i gjetur, se padyshim koha bën të vetën. Japim mundësinë që t'i guidojmë, t'i japim informacione plot në lidhje me kulturën e këtij fshati, t'i japim ta sjellim në kontakt me diçka që ka lidhje me traditën, me muzikën, me artin, me veshjen. Pra, ja japim mundësinë një turistit brenda një dite të alternojmë shumë gjëra, kombinuar kjo edhe me plazh, që mos u mbasi të ditën e plazhit, padyshim rrezet janë ajo çka si përfundim ngele në prezencën e turistit. Të gjitha këto kombinohen dhe si përfundim në pasdite kur kthehet në hotel turisti, fillon bën një analizë thotë, sot ishte vetëm një ditë dhe unë bëra 1, 2, 3, 5, 10 gjëra. Në momentin që ai ka ardhur në Sarandë dhe këtë informacion nuk e ka pasur para se të vi, dhe nga momenti që ne ofrojmë një shërbim të kësaj natyre, atëre njeriu fillon shpenzon, dhe kur shpenzon do thotë ka të produkt. Në rast se nuk shpenzon, nuk ka produkt destinacioni turistik. Dhe këtu ndryshon mentaliteti i kohëve më parë. Në rast se një pushues shkonte dhe shpenzonte, nuk ishte destinacioni i vlerësuar për arsye se shpenzonte. Më falni, se nuk shpenzonte, ndërsa tashi duhet shpenzoj dhe kur shpenzon do thotë që ka produkt dhe ka shërbim. Unë ju përmenda një nga programet Jeep Safari, po ju sjell meqense jemi në Buzdetit, po ju sjell si shembull edhe një program tjetër i cili ka filluar të aplikohet prej vitit kaluar dhe për fatin e mirë ne si kompani Sipa Tours jemi pak aktive dhe protopor do thoshja në këtë drejtim. Është një nga produktet që quhet Boat Trip Barbecue All Inclusive. Me pak fjalë është një udhtim me anije tradicionale, ku përfshin edhe ato ushqimin e stilit piknik, përfshin pijet padyshim, edhe atë komoditetin që dikush kërkon kur shkon në një plazh. Si funksionon kjo? Unë po jap dhe një çmim. Pse jo? Patjetër. Ne punojmë për turizmin, çdo gjë është transparente dhe madje kështu duhet të funksionojë. Një në çmim 35 euro. I përfshim një ditë krejt, le themi 7, 8 ose 9 orë, një ditë tu, i cili fillon largimi nga një pikë e Sarandës, mbledhim turistat nga hotelet ndryshëm. Hotelet ku janë akomoduar? Pasi ne kemi një sistem network me gjitha hotelet, me operatorët e huaj, dhe ato e shesin këtë lloj produkti. Dhe nga një hotel mund të dalin 2, mund të dalin 5, dhe kështu në një formë mund të organizohet një grup 25 apo 30 person. Dhe ne largohemi nga këtu për shkuar te një nga plazhet që nuk mund të. Kjo është pika e nisjes. Kjo është pika e nisjes, nga ku anija niset mëngjes, në orën 9:30 të mëngjesit, dhe kjo është në fuqi për turistin, për qytetarin Sarandiot, për një vizitor nga një territor tjetër i Shqipërisë. Duke marrë këtë anije, ne padyshim në anije disponojmë stafin, ku japim informacionin se sa do të zgjasë udhëtimi, japim informacionin dhe padyshim kemi edhe një bar të vogël të improvisuar për të ofruar shërbimin e parë brenda anije. Padyshim është një anije me kapacitet rreth 35 persona. Udhëtimi zgjat rreth 1 orë 40 minuta. Dhe destinacioni është plazhi Kepi Stillos, ku në Kepin e Stillos normalisht nuk është e lehtë të shkohet, për arsye se është një zonë ku nuk mund të preket lehtësisht, dhe ne kemi një plazh aty ku i kemi dhënë rëndësi edhe plazhit padyshim, ku aty ofrojmë ato kariget e veçanta të plazhit, ofrojmë ato çadrat e plazhit normalisht i duhen,
Dhe aty ofrojmë gjithashtu shërbimin e stilit barbecue, pra të pikniku, themi, që mund të përfshi peshkun, mund të përfshi midjen, meqense është një produkt i qytetit Sarandës, mund të përfshi kërnaskat, pasi kjo jep mundësinë klientit i cili nuk preferon peshkun ose frutat e detit, duhet të ketë një zgjidhje, dhe pijet e përfshira pa limit. Dhe në këtë formë, pushuesi padyshim ka mundësinë të shlodhe në një plazh pa zhurmë, ka mundësinë të ofron një shërbim sado që terreni nuk ta lejon të kesh çdo lloj shërbimi, dhe në këtë formë prek edhe territorin deri në kufirin me Greqin, duke shuar dhe atë kurreshjen se është pak larg që këto. Është rreth 1 orë 45 minuta me anije vetëm vajtja, po kaq edhe kthimi. Në fakt kjo është një aventurë, është brenda kuadrit të aventurës, por ajo që unë duhet ju them është se ky lloj turi është një tur i preferuar nga të gjitha moshat. Qoftë nga familjar, qoftë nga çifte apo të moshës. Mosha do ndryshë. Për arsye se është ndërtuar në këtë formë ku nuk ka ndonjë lodhje të veçantë ose nuk ka ndonjë specifikim se cilat mosha duhet marrin pjesë. Zotë Shqipa, cilët janë turistët me të cilët keni punuar apo bashkëpunuar më shumë, shtetet e botës të cilët kanë prekur destinacionin e Sarandës këtë vit, flasë? Ne në fakt kemi prej shumë vitesh, unë do t'i bërgjim pyetjes tuaj, por duke duke ndërtuar dhe një historik të vogël në lidhje me trajjet. Tregu më i madh, i cili sundon në territorin e Shqipërisë, jo vetëm për Sarandën, është tregu polak. Është tregu polak i cili ka hyrë në Shqipëri të paktën për 10 vitet e fundit dhe është një treg dinamik. Është një treg në rritje dhe një treg i cili duhet kalojë shumë kohë akoma që të konsumohet ky treg brenda Shqipërisë. Pra është një fatmirësi, do thosha, për territorin shqiptar. Është një treg jo problematik. Dhe pse them problematik? Tregjet e tjera mund të jenë, jo. Polakët janë njerëz praktik. Nuk kërkojnë të jenë shumë specifik për shumë gjëra, dhe në këtë rast, për faktin se ne jemi një destinacion jo klasik, kjo na ndihmon ne për të evituar disa probleme teknike të cilat ecin paralel me zhvillimin e një vendi. Treg tjetër i cili është prezent në Shqipëri, të paktën për 4 vitet ose 5 vitet e fundit, është tregu skandinav, ku ky ka një do thoshja është privilegj gjithashtu për ne, për arsye se tregu skandinav është një treg delikat. Ka kërkesa tjera, pretendime tjera, por është një treg pak më, le themi, më i qetë në të shohin diellin këto që ne. Tregu i cili mban qytetin në lëvizje dhe nga ana ekonomike dhe nga ana e jetës natës etj është tregu polak. Tregu skandinav është fatmirësi për ne, për arsye se është prezencë. Dhe kur tregjet e tjera të Evropës, le themi, shohin që në këtë destinacion tregu skandinav është prezencë, atëherë ka shkurtuar rrugë për një vendimarrje për të hyrë edhe ato në territorin shqiptar. Kemi tregun pastaj holandez, kemi tregun anglez, të cilët këto janë pak më të rrallë, le themi, në atë që quhet beach holidays, pra në pushime verore, por këto tregje janë tregje të cilat janë fokusuar më tepër në eksplorimin e territorit të Shqipërisë, pra në turet javore ose ditore. Janë të përvitshme padyshim, por kanë një natyrë tjetër, le themi, aktivitetesh ose preference për territorin shqiptar. Padyshim, njëra plotson tjetrën dhe të dyja palët ndërtojnë një destinacion. Po normalisht ne gjatë intervistës tonë duhet të përmendim edhe disa probleme, nëse ka gjithmonë, të evidentojmë këtu në destinacionin e Sarandës për turistët e huaj. Deri më tani çfarë keni konstatuar apo në komunikimet me ta? Ka probleme turizmi këtu në Sarandë? Tashi do të pozicionojmë jo si administrator i një kompanie, por do të dëshirohet të pozicionohesha si kryetari i shoqatës së operatorëve turistik të Sarandës, hotelerisë dhe restoranteve. Me subjektet Sarandës, fakt, unë personalisht kam një komunikim të përditshëm dhe gjatë periudhës së dimrit, nga jemi një qytet jo shumë i madh, ne ulim për të pirë kafe dhe për diskutuar problematike të ndryshme. Jemi një në faktin se ne kemi një jutë përbashkët, ky është një sukses. Ne kemi kërkuar her pas here dhe do të vazhdojmë të kërkojmë mbështetjen e autoritetit lokal, të paktën deri aty arrin fuqia jonë, dhe autoriteti lokal t'ia delegoj këto kërkesa autoritetit ose pushtetit qendror. Pushtetit, më falni, qeverisë, e cila krijon mundësinë e evitimit të disa probleme të që lidhen me infrastrukturën. Mirë është të pretendojmë shumë me qëllim që të sigurojmë gjysmat atyre që pretendojmë. Qyteti i Sarandës
nga vetë qytetarët sjell disa ndryshime të vogla, por këto brenda territorit të subjekteve ose brenda territorit që i përkasin individit. Nga ana e autoritetit lokal, shohim tentativa, por nuk shohim që të ketë një dorë të hekurt, një dorë e cila duhet t'i përgjigjet kërkesave të turistit të paktën për sezon e verës. Dhe cilat janë problematikat? Pasërtia. Nuk do thotë se s'ka pasërti në qytet, por në disa segmentet veçanta të qytetit, pasërtia duhet jetë më prezencë. Është ajo çka ndihmon anën vizuale të turistit, ku ajo lidhet me psikologjinë dhe mesazhi përcjellet gjithmonë duke funksionuar ana vizuale. Dhe në këtë drejtim duhet punuar çik më tepër. Jo një çik, do thoshja mjaft më tepër. Për sa i përket rrugëve, do thoshja rrugët me kalimin e kohës, me kalimin e kohës sjellin një ndryshim, por le të ta konkretizoj. Janë trotuare të cilat i shohim në disa segmente janë inekzistente, në disa segmente janë trotuare të cilat nuk mund të jenë funksionale, dhe kjo është një pjesë ku çdo këmbësor shkel në trotuar është mësuar. Por më tepër çdo turist që besoj bie. Pikërisht. Dhe kjo nuk është vetëm, nuk lidhet me faktin se trotuari duhet të ekzistojë në qytet. Lidhet edhe me faktin se siguria është e para. Dhe në rast se një destinacion turistik përmende raste, 1-2 raste, aksidentesh, të cilat lidhen me infrastrukturën, atëherë kjo është fatale për një qytet dhe i faturohet jo vetëm operatori, jo individit, i faturohet qytetit. Dhe një lajm i keq në kohë shumë të shpejt merret vesh. Kurse një lajm i mirë, për shembull si Saranda që është bërë një destinacion turistik, ju keni pritur vite të tëra për ta dëgjuar këtë. Por aktualisht është kjo që unë po ju përmend. Në lidhje pastaj me politikat e një qyteti, dakor, kjo është në kuadër të faktorëve, si puna jonë, si shoqat, të operatorëve padyshim, por në bashkëpunim edhe me autoritetet lokale. Duhet të ketë vizion dikush. Ashtu siç dikush ka një vizion në një kompani, dikush duhet të ketë vizion edhe në një bashki, dikush duhet të ketë vizion edhe në një zonë caktuar. Në këtë ne jemi të pangopur. Kështu që kemi të drejtë të ndihemi, le themi, në etje për të parë gjëra të kohës, gjëra të cilat duhet të funksionojnë në mënyrë franchise, siç përmenda pak më parë jashtë mikrofonit. Unë të falenderoj për të gjithë bisedën, ndërkohë po afrohet dhe ajo që ne përmendëm, barbekyeja apo shëtitja. Jam në këtë moment, po rikthehen dhe ju madje do të isha i lumtur, cili do qoftë ai opinion, ju të merrni një intervistë edhe nga klientët të cilët, nga turistët të cilët kthehen nga ky lloj turimi. Duhet dhe mendimi i tyre, janë turistë të huaj ata që e përbëjnë më tepër apo? Janë turistë të huaj dhe nga informacioni kam duhet të ketë turist italian, nga Ukraina, edhe kosovar, nëse s'bëj gabim. Koincidencë është kjo, kështu që ju lutem, jam edhe unë kurështar të shoh se cila është përshtypja e tyre gjatë këtij udhëtimi. Stina e Verës gjallëron Rivierën e Jugut dhe përçon mesazhe të shumta të problematikave, përmirësimeve, si dhe ato çka mund të bëhen më shumë në infrastrukturë, për të sjellë ditë relaksi qoftë tek pushuesit vendas, por edhe tek ata të huaj.